Bledi, si të duk ky flirt politik mes Berishës edhe Spiropalit? Se bëri përshtypje, në fakt nuk ishte artikuluar, të paktën nga socialistët kjo, se në për media le të themi thuhet që ti je garanti këtij pushteti, i tha Spiropali Berishës. Po bra, ishte sheqeri dhe zeheri, si me thënë. Sheqeri nga lartë, zeheri nga poshtë ishte në këtë rast, në deklarata e zonjës Spiropali. Zotë Berisha ka një jetë që e bën, e kemi diskutuar njërë këtë gjën, ka një jetë që e bën këtë lloj, si më thënë, diversionit të brendshëm, ka investuar me sa e sa herë, shpesh herë dhe mënyrë të suksesshme, po doni edhe kur ishte nano në pushtet, dhe Manjani madje ka qenë dëshmitar atëherë se si herë mund të investoj ke meta, po themi, ose një herë tek element tjerë të Partisë Socialiste. E njëjta gjë ndodh edhe me atë. Pra Zotë Berisha di fare mirë sepse ka informacione pafund për dinamikat e brendshme të Partisë Socialiste. Shpesh herë dhe vetë ata i konfirmojnë që ato që u bën projeksione dhe parashikime Zoti Berisha atyre u dalin dhe zhgënjimi i madh i Spiropalit kjo ishte që ku e di ti doktor, që para me që unë do shkarkosha dhe do rrezikoja si më thënë pozicionin tim në Partinë Socialiste. Sot sërish Zoti Berisha, si më thënë, prapë në mënyrë elegante më duk ky lloj komunikimi mes Berishës dhe zonjës Spiropali, në ato ngacnimet e zakonshme, duke u ruajtur etika pa rënë, si më thënë, në degradime politike. Pra Zoti Berisha di të bëj dallimin mes njerëzve që kanë një lloj verbi politik. E ruajti pak, se tha nuk ka vjedhur me sa duket shumë. Po, e sharoj në deklaratën që bëri jashtë. Doli jashtë parlamentit e përndaj e quajta një lloj flirti politiku. Nuk ishte flirti politik, është më shumë një lloj ngacmimi, duke parë dhe atë që ka ndodhur brenda Partisë Socialiste. Ndoshta Zoti Berisha i pëlqen që në partinë kundërshtare ka mendime ndryshe dhe mund të kultivoj këtë. Jo, ai shijon, ai përveç se shijon i ka kultivuar dhe do të kultivojë sa të jetë në politikë sepse është po divida e impera, kjo lloj gjë, pra është një lloj tentative, është në verbi politik i tij, pra nuk ka asgjë të keqe. Por ama sot Partia Socialiste mendojnë ka qenë shumë interesante në vibrimet e veta, sepse pse ç'ndodhi? Se do ndalem, e kam dhe një moment mes Ulcimanjës edhe Niko Peleshit. Niko Peleshi i tha, nuk jam Niko, jam kryetari i kuvendit, mos mu drejto ashtu. Një informacione që kemi arritur të marrim, përplasja me zotit Manja dhe zotit Peleshi ka qenë kulmimi një përplasje që ka ndodhur më herët. Sepse me sa duket socialistët kanë pasur një diskutim rreth mënyrës se si do të jetë ndryshimet në rregullorin e re të kuvendit, ndryshimet të cilat kanë shkuar për të bërë disa propozime zoti Niko bashkë me ca tjerë, dhe që kanë shkuar me disa propozime pas janë tërhequr për shkak të qëndrimit të zotit Rama. I ka thënë zoti Rama, jo, qëndrimet do jenë këto, dhe këta kanë dalë me mend të Ramës. Zoti Manja, sipas informacioneve, i ka thënë po ju s'pas keni të ndënjura që edhe shkoni propozojnë diçka kryeministrit dhe nuk e mbroni dot atë. Dhe ka informacione që zoti Manja ka shuar, ka negociuar me kryeministrin për ca ndryshime që do të shikon do të jenë në vazhdim në rregullore dhe që si më ka dalë me propozimin e zotit Manja. Në thelb mos gaboj unë ka të bëj me pika kryesore ka të bëj me raportimin e institucioneve kushtetuese se ku do duhet bëhet. Do duhet bëhet, pra po socialistët krojnë që kjo gjë të bëhet siç është tani në të gjithë institucionet, komisionet, apo të bëhet në atë që quhet komisioni Xhafaj. Pra ide është do ruhet pushteti Xhafajt do të vetë çik më shumë pushtet Xhafajt apo jo? Ky është debati. Me sa duket zoti Manja. Pra për Fatmir Xhafaj është debati. Me sa duket zoti Manja është ky grupi që zoti Xhafaj duhet të ketë ca pushtete. Tani e para në lidhje me Manja është grupi që zoti Xhafaj duhet të ketë ca pushtete. Tani problemi është në lidhje me zotin Berisha, Berisha patjetër që është një politikan i cili di të realizojë këtë lloj diversioni politik edhe në radhët e mazhorancës dhe padyshim sinjale që ka një konflikt të brendshëm edhe mbi bazën e informacioneve të cilët zoti Berisha ka nga gjitha burimet të cilat vinë. Padyshim që rasti i zonjës Spiropali është një rast dhe po ta shihni edhe intervistën e Ramës dje në lidhje me Nikol Lesin në lidhje me përjashtimin e zonjës Spiropali, tha që nuk ka arrit të vijet e kuqe. E po sot u duk sikur Elisa u kthye pozicionin e vet, pra nuk dha ndonjë material, se me provokimin që i bëri Berisha mund ta kishte kapur këtë herën e tretë të vijës kuqe. Berisha bëri një dallim shumë të madh në mënyrën se si është qasja midis Belindës dhe Elisës, në rastin konkret, edhe për sa i përket përfshirjes së tyre në korrupsion. Tani, për sa i përket konfliktit i cili është e vërtetë që ka një debat të brendshëm
mrena grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Po ju nga i dini këto? Po i di pse ne lëvizim në për koridore dhe muret kanë vesh. Ka thashë theme, qarkullojnë thashë theme atje. Që ka një debat. Ose halle. Ja, ka një debat shumë të madh. Ose qari hallesh. Dhe më fal. Kemi dhe zotin Malek këtu, mund na e thot po. Po sepse çfarë ndodh? Të gjitha grupet të cilët kanë debatin mes njëri tjetrit, vinë na kërkojnë ne si opozite që të përkrajmë se cili nga komisione do ketë peshë më të madhe. A vini kërkojnë ndihmën juve? Po patjetër që po e ngritet edhe juve, ne na bashkohen edhe këta. E kush ju ka kërkuar ndihmë në këtë rast? Po them të gjitha palët pra them. Sepse mbi bazën e ndryshimeve të reja të rregullorës, të cilët është në proces dhe është në proces diskutimi, komisioni të cilën unë dhe zoti Mala jemi të mbikëqyrja institucionale, kërkojnë që të ketë peshën kryesore mbi gjitha komisionet të cilët sot janë në parlament. Që nga kontrolli parlamentar, që nga kontrolli i institucioneve të Këshillit të Ministrave, që të kontrolli i institucioneve të pavarura, që të kontrolli i agjensive ligjzbatuse dhe në përgjithësi po ndërtohet një draft dhe një mënyrë se si duhet funksionoj dhe çfarë ndodh. Duke qenë se Komisioni i Ligjeve dhe Administratës Publike ka qenë një nga komisionet më të fuqishme që është e vërteta në parlament gjatë gjithë kohës, sepse gjithçka kalonte aty, dhe përveç kalimit aty dhe gjithë institucionet e pavarura shkonin e jepën llogari përpara këtij komisioni, tani si duket ka një ndarje. Juve do merreni me pjesën e formulimit dhe kalimit të procesit legjislativ. Ka një ndarje brenda PS-s, po thua. Po. Dhe komisioni tjetër të merret me mbikëqyrjen institucionale dhe me kontrollin. Dhe ka filluar një program pune, së është marrë një